Marku kapitulli 2. Pas disa ditësh, a erdhi përsëri në Kapernaum dhe mor vesh se i gjendej në shtëpi, dhe menjëherë u mblodhen shumë, sa nuk gjej më vend as përpara derës dhe i u predikonte fjalët. Atëherë erdhën disa që paraqiten një të paralizuar të cilin po e bartin 4 vet. Por duke qenë se nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çati në vendin ku ndodhej Jezusi, dhe pasi hapi një vrim, e lëshuan vigun mbi të cilën rrinte shtrirë i paralizuar. Jezusi kur pa besimin e tyre, i tha paralizuarit: "O birë, mëkatet e tua të janë falur." Por ata po rrinin ulur, por aty po rrinin ulur disa skribë, të cilët në zemrën e vet po mendonin: "Flet ky kështu blasfemi. Kush mund falë mëkatet veç Perëndisë vet?" Te Jezusi, i cili menjëherë kuptoi me frymën e vet se ata po i mendonin këto gjëra me vete, u tha atyre: "Pse i mendoni këto gjëra në zemrat tua? Çfarë është më lehtë? Ti thuash të paralizuarit mëkatet e tua të janë falur, apo ti thuash çau, merr vigun tënd dhe ec? Por që ta dini se Biri i Njeriut ka pushtet të falë mëkatet mbi dhe. Unë po të them, i that paralizuarit: "Çau, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde." Dhe ai u ngrit menjëherë, mori vigun e vet dhe doli përjashtë në praninë e të gjithëve, dhe kështu të gjithë u habitën dhe lëvduan Perëndin duke thënë: "Një gjë të tillë se kemi parë kurrë." Jemi pikërisht tek kjo histori shumë interesante, nga vetë fakti që të gjithë hyn nga dera, po këta hyn nga çatia. Edhe disa mendime, supozime mund të themi që mendohet përderisa Jezusi shëroi edhe vjerën e Pjetrit, ata shkonin shpesh atje. Dhe këtu te teksti thuhet: "Dhe menjëherë dhe u mor vesh se ai gjendej në shtëpi." Pra, mund ta ketë bërë dhe si shtëpinë e vet, domethënë që shkonte më shpesh atje. U mor vesh dhe të gjithë u mblodhën dhe dëgjonin fjalën e tij që predikonte. Por kemi edhe një grup njerëzish, i themi prej 5 vetash, 4 nxha me 1 shtrirë. Dhe këta duke menduar, duke parë që ishte pothuajse ose ishte e pamundur që të hyje brenda, edhe të krijojë mundësia që ti të mund të shkoje edhe të shëroheshe ose të Jezusi që të merrte parasysh problemin tënd, ishte e pamundur. Paktën brenda asaj dite. Tani çfarë bëjnë këta? Gjejnë mënyrën dhe hypin maj çatis, edhe shyn çatin dhe ulin poshtë të paralizuar. Deri këtu e dim historinë. Imagjino ç'a mund të ketë menduar vjera Pjetrit. O manër dhe ç'a njerëz na solte. Mirë që na mbytën shtëpinë nga dyrtë, nga dritarja, ç'a mund të kishin pa edhe nga çatia. Edhe Jezusi këtu thuhet, edhe Jezusi u humanit për besimin e tyre. Tani besimi kujt ishte? Besimi i paralizuarit, apo besimi i 4 vetave që hypën lart çati dhe pastaj po ulin poshtë? Le të themi të gjithë ata besonin që Jezusi do të shëronte, sepse do të ishte e pamundur për ata që ta tërhiqnin përsëri lart që ta nxirrin. Se ishte është më e lehtë, le të themi, për ta ulur poshtë. Jezusi i thot: "Ajo çfarë është më rëndësishmja?" Shiko, ne si njerëz fokusohemi tek gjërat tona fizike, atë çfarë shikojmë, atë çfarë ne prekim, atë çfarë ne, le të themi, kemi nevojë, po janë gjëra fizike. Jezusi tha: "O birë, mëkatet e tua të janë falur." Kjo ishte nevoja kryesore e këtij personi, e këtij njeriu, sepse i paralizuar bëhet njeriu kur është në mëkat. Nuk mund të bëj asnjë gjë për të shkuar tek Perëndia. Ashtu siç një i paralizuar nuk mund të shërbejë dot vetes vet, ashtu bëhemi edhe ne shpirtërisht. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse në fakt neve mendojmë të rëndësishme nevojën tonë fizike dhe harrojmë nevojën tonë shpirtërore.
Po ta shikoni Jezusi të paktën me sa mbaj unë mend edhe çka kemi ndarë neve bashk, Jezusi e përmend edhe këtë, mëkatet e tua janë falë. Edhe thot po dua të shëroj, sepse thot kjo është gjëja më e rëndësishme për një person, të shëroj shpirtërisht. Dhe Jezusi thot i bën pyetje, shumë domethënëse, por shumë të drejtë për drejtë dhe shumë të lehta. A do ti të shërohesh? A beson ti se mund të shërohesh? Edhe sigurisht që përgjigja në ato momente ku një njeri dorëzohet në atë lloj mënyre, në atë lloj forme, kur çdo gjë tjetër është e pamundur, i paralizuar plotësisht, vjen përpara Perëndis edhe Jezusi që thot, birë, mëkatet e tua janë falur. Tani, për kë po e thot Jezusi këtë? Për këta njerëz apo për audiencë? Audienca që ishin farisein dhe skribit ishin mësues të ligjit, këta e dinin shumë mirë se çfarë mësohej tek fjala e Perëndis, tek ligji. Por asnjëri prej tyre nuk e praktikonte. Nuk e praktikonte, se po ta praktikonte nuk do të merreshin të ndiqnin Jezusin nga mbrapa për ta kapur mat në gabimet, le të themi, që ata mendonin që ai do të bënte. Por gjithkohës mendonin se si ta kapnin mat për ta hequr qafe, sepse ishte bërë më popullor se këta. Kishte më shumë fansa se sa këta. Edhe çfarë do të thotë kjo për këta? Do të thotë që gjithë reputacionin që këta kishin ndërtuar, po pra gjithë gjërat që ata po banin, donin do po zhbaheshin, gjithë autoriteti që ata mendonin se ata e kishin, tani nuk do ta kishin më. Të gjithë autoritetin që ata kishin krijuar në ato momente ishte e pamundur që ata ta fitonin përsëri. Edhe Jezusi që po i thoshte të gjitha këto gjëra që ju dëshironi të bëni, që njerëzit të bëjnë, vinë të marrin leje për çdo gjë, tek ju është marrëzi. Edhe ata përsëri mendonin siç neve lexuam tek Luka që ata përsëri mendonin gjërat e tyre. Po mirë, ja ti ke dishepujt. Po këta Gjoni ka dishepuj, ata hanë dhe pinë, por dhe agjerojnë, kurse këta tujt vetëm hanë e pinë. Pse nuk agjerojnë këta? Mendonin gjëra si që t'i kapnin madh dhe harronin gjën e rëndësishme që është ana shpirtërore, pra për t'u shpëtuar, për t'u pastruar shpirtërisht, për t'u shëruar nga paraliza shpirtërore që këta njerëzimi në fakt e ka martyr. Edhe ne pikërisht këtë gjë e harrojmë plotësisht. Ja, mase në këtë momente që po adhurojmë së bashku, po ndalemi tek fjala e Perëndis, mund të jemi të fokusuar, edhe po kujtohemi për anën shpirtërore. Por ju siguroj që sa dalim këtu te dera, ose sa të mbaroj adhurimi, duke filluar unë i pari, do të merremi me gjërat fizike, do të mërzitemi për ato fizike, na shqetësojnë, na marrin aq shumë kohë edhe aq shumë energji sa neve harrojmë të fokusohemi tek Perëndia. Dhe Jezusi që i thot, po birë, mëkatet e tua janë falë. Të gjitha ato shqetësime, Jezusi edhe tek Mateu u thot njerëzve, ejani tek unë, o ju të rënduar, o ju të raskapitur. Merrni zgjedhjen time, thot, sepse zgjedhja ime është e lehtë. Këtë barë që juve keni nuk po e mbani dot, po vdisni, po paralizoheni. Edhe kjo është pikërisht që ndodh me njerëzimin sot. Shumë pak njerëz e kuptojnë, ose në momentet e fundit e kuptojnë çfarë ishte jetë. Sikur kisha mundësi të kthehesha mbrapa. Ja, po edhe ne që përpara pak vitesh e shikonin veten të rinj, nuk na dhimbnin kyçet. Kurse tani ngrihemi me dhimbje nezi, me dhimbje kyçesh, me dhimbje të çuditshme që nuk i kishim menduar ndonjëherë që ishin. Edhe çfarë është jetë? Që ti të shqetësohesh kaq shumë, që ti do ta mbash me
që ti po lufton kaq shumë, që ti mundohesh kaq shumë, siç jemi ne sot që lodhemi. Përsëri në mendjen tona vijnë këto justifikimet, po duan të ham, kështu thot ditë e mi e mami im. Sa herë që fillonte toka punon e lodhet e tjerësitë, lodhe kot, po ndem trupin, po mos shko maj, po jo, po duhet ham në bëken Tereziti. Unë Terezi e kam. Pra gjithmonë neve shqetësohemi për këtë pjesë. Luma e njeri në fakt që ka një lloj balancimi, që arrin ta bëj këtë lloj balancimi në çështjen shpirtërore dhe fizike, ku i jep kohë edhe anës shpirtërore, ku i jep kohë edhe Perëndis, ose le të themi i përkushton kohë Perëndis. Në fakt, neve i përkushtojmë kohë anës tonë shpirtërore. Këtë ka nevojë, këtë kërkon Perëndia në ne. Nuk është se kërkon me një kështu si tu është gjë të veçantë, kërkon besimin tonë, kërkon kohën tonë, në mënyrë që ne të ripërtërihemi shpirtërisht. E këta farisejnë që edhe skribët thot gjojë kur duan të dalin në krah të Perëndis, të mbrojnë çështjen e Perëndis, vargu 7 thot ç'flet ky? Kështu, blasfemi. Kush mund të falë mëkatet veç Perëndis vet? Te Jezusi që gjithmonë e din se çfarë është në mendjen e tyre, në zemrën e tyre, në kokën e tyre, edhe çfarë po mendojnë e po diskutojnë e po murmurisin me njëri tjetrin, thot, pse po murrisni kështu gjëra? Kush është më e lehtë ti thuash këtij? Sepse këta thonë, mirë, këta anë shpirtërore, hajde më se pas ka Perëndia sipas mendjes tuaj. Po se kur ti themi këtij njeriu, ngriu, merr vigun tënd dhe ec. Po tani çfarë quhet? A quhet blasfemi? Në fakt ata në shumë raste që ne siç jemi duke studiuar nga mrekullitë e Jezusit, në fakt janë shumë, edhe nuk do arrim dot që ta mbyllim vitin me këtë, po mundohemi që të studiojmë jetën e Jezusit dhe do ta përmbledhim, por gjithmonë ata nuk e shikonin rëndësinë e të shëruarit, e të ndihmuarit, e të mëshirës me njëri tjetrin, por mendonin se si që të shtunën, ditën e Sabatit nuk bëhet asnjë gjë. Po që tjetri smur leret vdes, me pak fjalë. Po mirë thot Jezusi, që Jezusi e thot gjithmonë dhe ne kemi përmendur, e shtuna është bërë për njeriu, jo njeriu për të shtunë. Dhe ata gjithmonë e radhisnin në krah të kundërt këtë gjë. Njeriu është bërë për shtunë, e mos punoni, mos e ulni dorën, mos e ngrini dorën, mos shkërmoqni kallinjtë e grurit, sepse është mëkat, është gabim, është blasfemi, gjithë këto gjëra që i çonin nëpër kokë. Po kur Jezusi tha, ço merr vikun tënd dhe shko në shtëpinë tënde, vargu 12, dhe ai u ngrit menjëherë, mori vikun e vet dhe doli përjashta në praninë e të gjithëve, dhe kështu gjithë u habitën dhe lëvduan Perëndin duke thënë një gjë të tillë se kemi parë kurrë. Të gjithë njerëzit aty nuk e kemi parë kurrë. Të gjithë njerëzit thanë nuk e kemi dëgjuar kurrë. O birë, mëkatet e tuat janë falur, por skribët murmurisnin në veten e tyre. Kush është ky që bën blasfemi? Por kur Jezusi edhe e shëroi të paralizuarin edhe këta ngriu, ata s'kishin çfarë thonin më. Por më shumë, siç e dim neve edhe nga tekstet e tjera edhe nga rastet e tjera, ata fillonin ta kishin më shumë inat. Ta urrenin akoma më shumë. Edhe gjithmonë mendonin dhe planifikonin se si ata ta hiqnin qafën. Duke bërë këtë gjë, ata do të hiqnin konkurrencë. Pra duke siguruar një kohë, pra duke mbajtur vendin e tyre, le të themi, që e kishin me kaq luftë të madhe. Shpesh herë neve harrojmë
çfarë është e rëndësishme. Unë dëshiroj të ftoj dhe të sfidoj pikërisht në këtë gjë. Gjatë kësaj jave, gjatë ditëve në vazhdim, gjatë orëve në vazhdim, nëse jeni të mërthyer me problemet edhe të shqetësuar edhe të raskapitur pikërisht me këto gjëra, ndaloni, shkëputuni. Është mirë që ti të fokusohesh edhe pak tek Perëndia. Parashtroja Perëndis ato pikërisht ato gjëra. Bisedo me Perëndin ashtu siç bisedon me një shokun tënd për problemet, për shqetësimet e tu. Po të shikosh psalmisti këtë pikërisht këtë gjë bën. O Zot, po morrej, po unë çfarë duhet bëj? O Zot, më ndihmo, mos më lër vetëm, mos më braktis. Të gjitha këto gjëra ne duhet ja parashtrojmë Perëndis. Edhe Perëndia ynë që është i mëshirshëm, i hirshëm, i vërtet besnik, na ka dhënë fjalën dhe e mban fjalën e vet. Ai na dëgjon. Ftoj pikërisht me këtë, pra let kemi gjithmonë besim tek fjala e Perëndis, tek Perëndia, edhe të ndalim të gjejmë kohë për Perëndi. Le mos të arrijmë paralizën shpirtërore që mos dimë se çfarë të bëjmë dot. Por le të shërohem. Paqja dhe hiri i Perëndis qoftë me gjithë secilin prej ju.